Tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2023. Tani do të marrim disa mesazhe dashurie. Do thonë mesazhet e dashurisë të dy persona të dashuruar. Dëgjoj muzikën që pëlqen ti dhe më kujton ty në çdo moment. Pa gjej këngët që të pëlqejnë ty. Thur ëndra për ty. Ndron çdo natë si të ketë një jetë të shëndetshme pranë teje. Të dy keni një kimi, një energji të fortë, si magnet. Të do më shumë se që do ti, me shpirt, me zemër. I mungon shumë. Të dëshiron dhe ka pasion të zjarrt. Nuk ka besim shumë tek miqtë e tu. Ju jeni për të perëndesha e bukurisë, mrekullia e universit. Jeni univers i mrekullueshëm në jetën e tij. Jeni univers për të. Dashuria juaj e ka bërë njëri të mirë, të qetë dhe me logjik. Po punon shumë brenda vetes për të ndryshuar. Kam nevojë për kujdesin tënd, të thotë. Të dëshiron, ka pasion të zjarrt. Sa doja të ishim pranë, por jemi larg, kilometra larg, çuditem kur dashuria nuk më e largësi. Hap sy çdo mëngjes për ty, mbyll sy çdo mbrëmje për ty, aty diku je ti. Ndjej fuizën e lehtë erës që më përgëven, ndjej strektjen tënde, aty diku je ti. I buzëqesh diellit në alin, i buzëqesh hënës plot rishtim, aty diku je ti. Jemi qiell i pastër, i pafund, të dy. Me ty ndjej që ekzistoj në këtë botë pafund. Më mungon buzëqeshja jote. Më mungon imazhi yt. Më mungon drita e syve të tu. Më mungon drita e syve të tu. Ti më jep shpresë, më jep oksigjen të pastër të jetoj në këtë botë të trazuar. Ndjej në ëndra zërin tënd që më ngro, ndjej dorën tënde që më lëviton. Pa ty s'ka gëzim, s'ka buzëqeshje, dritë, jetë. Pa ty nuk ndjej diellin që më ngro me rezet e tij të arta. Më mungon tingulli i ëmbël i zërit tënd të më zgjoj çdo mëngjes. Këto ishin disa mesazhe të dy personave të